Për autoristin e huaj në Ksamil zbardhe dëshmia 29 vjeçarit Sokrat Vata. Zbardhe dëshmia 29 vjeçarit Sokrat Vata, i dyshuar si autor i vrasjes së turistit portugez Luis Miguel Varela Mendes, ngjarje ndodhur ditën e djeshme 18 gusht në Ksamil. Në dëshminë e tij para autoriteteve, Vata ka pretenduar se thika fillimisht ka qenë në duart e turistit portugez dhe se ai ja ka marrë gjatë konfliktit. Thikën e kishte portugezi, ja mora nga dora, mësohet të ketë deklaruar Vata para hetuesve. Sipas dëshmisë së tij, përpara përkallëzimit të situatës, ai u ka kërkuar personave të përfshirë në konflikt të ruajnë qetësinë. Pasi në ambient ndodheshin edhe persona të tjerë, u kërkova të mbanin qetësi, kishte edhe njerëz të tjerë, ka deklaruar ai. Por sipas versionit të Vatës, situata nuk është qetësuar dhe konflikti ka vijuar të përshkallëzohet. Ishte e pamundur të mbahej qetësi dhe nisi konflikti, mësohet të ketë thënë ai. Të arrestuarit në pranga janë vënë 11 persona, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë krahas autorit Sokol Vipan alias Sokol Vata, 2 turqit që ndihmuan autorin, Nuh Mamutoglu, 38 vjeç dhe Ezgi Perlak, 31 vjeç, Sergi Selimi, 24 vjeç, Ervis Bunçi, 24 vjeç, Ildi Çekani, 21 vjeç dhe Murat Zhabina, 27 vjeç, kamarier në lokalin Principot, si dhe Miosit Matushaj, 24 vjeç, Luciano Seferi, 44 vjeç, Romeo Sheup, 35 vjeç dhe Kristi Koshi, 29 vjeç, të cilët ishin pjesë e sigurisë së bodyguardëve të lokalit në fjalë. Në kërkim u shpallën David Heurtevent, 29 vjeç dhe pronari i lokalit Bekim Bulica, 36 vjeç. Autori i krimit u vënë pranga nga policia në Levan të Fierit në bagazhin e një automjeti që drejtoi nga shtetësia turke Ezgi Perlak, 31 vjeç, ndërsa pasagjer ishte shtetësi Nuh Mamutoglu, 38 vjeç, pashtu turk. Sipas policisë, të dy kishin njohje me Sokrat Vatën dhe kishin fshehur në makinë me qëllim që ta transportonin drejt Tiranës. Për këtë arsye ata janë arrestuar për përkrahje të autorit të krimit. Por si ndodhi ngjarja? Sipas hetimeve, ngjarja nisi rreth orës 05:15 të 15 gushtit në lokalin Principot në Ksamil dhe më pas vijoi në plazhin e Paradis. Sokrat Lipian alias Sokrat Vata, 29 vjeç, dyshohet se gjatë konfliktit goditi disa herë me thik 20 vjeçarin portugez, ndërsa David Heurtevent, 29 vjeç, i shpallur në kërkim, dyshohet se goditi me grushta. Të dy akuzohen për vrasje me dashje në bashkëpunim. Pas goditjes me thik në konflikt u përfshin edhe 4 kamarierët e Principot, Sergi Selimi, Ervis Bunçi, Ildi Çekani, Murat Zhabina, të cilët sipas policisë goditën me grushta 20 vjeçarin dhe më pas u larguan. Në lokal ndodheshin edhe Miosit Matushaj, punonjës policie, Luciano Seferi, 44 vjeç, i JVP Fier, Romeo Sheu, punonjës i policisë bashkiake Gjirokastër dhe Kristi Koshi, të cilët kishin rolin e bodyguardëve. Sipas hetimeve, ata nuk kanë ndërhyrë për të parandaluar konfliktin dhe nuk njoftuan policin pas ngjarjes. Për këtë arsye akuzohen për mos kallëzim të krimit, ndërsa Miosit Matushaj edhe për mos marrje të masave për ndërprerjen e gjendjes së paligjshme. Pronari i lokalit Principot Bekim Bulica ndodhej gjithashtu në ambientet e lokalit kur ndodhi ngjarja dhe sipas policisë u largua pa e kallëzuar atë. Ai është shpallur në kërkim për mos kallëzim të krimit.